ku ftojmë të gjithë ata qytetarë që janë të gatshëm të luftojnë për votën e lirë, kundër një regjimi që e ka konfiskuar atë, e ka vjedhur atë, kundër një regjimi që ka përdorur të gjithë potencialin ekzekutiv, shtetëror, ekzekutiv, financiar, logjistik, mediatik, për të blerë, për të influencuar, për ndikuar dhe për të marrë votën shqiptarëve. Përpjekja jonë për të transformuar parlamentin në një tribun të fjalës së qytetarëve dhe të interesave të tyre has në absurditetin, në banditizmin e pa precedent parlamentar në historinë e vendit. Qeveria u miratua pa debat, programi saj pa debat, buxheti dje pa debat, të gjitha pa debat. Atër ne do të hapim platformën parlamentare o qytetare para ndërtesës Këshillit të Ministrave. Si hapi parë, por ne ndaj këtij regjimi jemi të vendosur të qëndrojmë me të gjithë potencialin dhe forcën tonë. Ne nuk nënshtrohemi. Së dyti, duhet rikthehemi edhe një herë ligjit